Hajde bojna lazanje bashk. Mishin e blu me qesim me një tavë dhe e coptojmë derisa të bëhet kështu. E lajmë pak me u fërgu derisa të hiqet uji i tepërt. Ju duan kep, çat so çet mish, hudra, thuti pe lufton synin e keq, speca edhe karrota. Gjendja mas kepve. Te mishi shtojmë salcë tomateve të koncentruar. Vaj ulliri, kep, shkoj me karrota dhe speca, i përzij mirë, i shtojmë 3 kocka me shije të viçit, biber të kuq edhe zi, biber me fara dhe i fërgojmë shkurt. E shtojmë salcën e domateve, çka ka mbet e shtojmë me ujë që më u bë masa më e lëngshme. Masa na duhet e lëngshme për shkak me u zbut mirë fletat e lazanjes kur pjekën. Edhe e lajmë me uzi. E nëse nuk i lën me uzi nja 2 orë, dije që i ki punë të keq me mu. Hudrën, oreganon edhe bazilin ja qesëm as nja 1 orë që me kon shija ma fresh. Pajisje që i ke përdor mos prit me t'i la dikush, i lën vet. Një orë ka kalu, ja shtojmë hudrën, bazilin edhe oreganon. Edhe vazhdon zirja. Dhe vazhdojmë. Sos, e shpërndojmë. Fletat e lazanjes. Sos, e shpërndojmë. Zane ose krem për zirje. Edhe në mes i shtojmë kaçkavall. E kështu vazhdon procesi derisa e mbushim krejt anën. E kur kryet e shtojmë ujin e sosit që ka mbet për me pas fletat e lazanjes mjaftueshëm ujë me uzimi. I shtojmë kaçkavall edhe lazanjen e shtim me u pjekë. Tepër u bë e shishme. Qysh e pat kjo lazanje është shumë e lehtë dhe shpejt, nuk keni nevojë me i bë fletat e lazanjes më herët, edhe e keni gati për shumë më pak kohë. E deri herën tjetër, unë po shkoj pe ha lazanjen. Bye!